Sepse vetë turqisht, od, do më thonë i thojnë dhomës. Në hotel nëse shkanë për shembull në Turqi, duhet emni, mbi emni, shembull për vete, të vetë ka që numëra, sa numër edhe oda. Pas në ditë kora. Jo, po, oda është turqisht. Tani vetë ajo tjetra feja islame nuk e toleron, apo nuk e pëlqen që femnat edhe burrat më nejt zbashku. Në ta vetë? Duhet burrat më nejt veç e veç. Prandaj me ardhen e islamit në këto troje, do më thonë edhe ata na kanë treguar që është një rregull, burrat duhet me qenë të ndomë. Edhe mund të hymja e dyrve, do më thonë shqiptarët e kanë marrë udhën, edhe fatmirësisht që sot e kësaj dite kultivohet, ruhet. Nuk është përdhu tradite ju një? Po, e kemi marrë. Bile, thonë vërtetën, në Drenicë, në Dugaxhin, ka uda shumë të mira edhe na ftojnë shpesh herë, edhe bohën do neja, do muhabete që faktikisht është për mu mahnit sa mirë. E vërtet, po ako nëjë diçka që i kanë morë turqit për njëve? Në tradit të unën që ju ka pëlqy, ka thonë që kjo ka e mirë, t'ja morë me na. Besoj kone, sa? Po shqyqa, unë jam shqiptar, nuk e nëroj ma asgjon, edhe nëse mundohen atë që ta ndëraj këritna, liksohna. Po në oret Zotit. Se veç Zotim ka kriju këtu ku jam. Absolutisht. Po, jem në Evropë, punojmë në atë ditë mu integruë në bashkimin evropian, në strukturat atlantike, vero-atlantike, NATO. Ata për neve tash nëse do më thonë shtrohet pyetja, kur e kanë pru islamin se nuk e kanë pru veç turqit. Po atëre kanë qenë edhe persianët me turqit, kanë qenë edhe arabët me turqit, edhe bashka për shembull këtu thuhet që e kanë pru vetëm turqit, nuk është e vërtet. Po e kanë pru bashka ata. Po të lana me vëzë historianë jo këtë sonte këmë në kalëzu. Po, se ata e kanë pranu islamin para nesh. Po. Edhe faktikisht kanë qenë sukur sot që është një faralja onë, se ta shuj është sukur NATO që është. Kanë qenë brenda tyne. Edhe kështu që e kom lexuar atë historinë Tarihul Balkanije që i thonë ata dhe mund historia e Ballkanit, një vend ashtu shkruar thotë vende të ftofta e mend të ngrira. Për neve dhe me? Për popujt e Ballkanit kanë thonë. Po ke kanë qëlluola? Po unë po flas për tek ne, ku jem ne. Krye ngritje. Po si mos me thonë mendje të ngrita kur të një barku fiset e është numëruar si ligësi me jalshu vllavt rrugën ndarës. Po në me që ke kryshve? E janë vra. A ka me të kryshit, a janë vra në mëzojti për që të punë? Po dhe. Rezat e kryshve? Po, anën tjetër tani në fe islame, jeta është dhuratë e Zotit. Po dhe vdekja është legj edhe caktim i Zotit. Në fe islame ndalohet rrepsisht britma, kur vdes antari i familjes, a djali i ri, a plak, a re, a si do qoftë, çka lejohet me qit lot, se lot jo mshirë. Kur i ka vdek djali i tretë Muhamedit a.s. ai i kanë ra lot, po agja i tij nuk ka qenë musliman edhe për me tregua se mu ka dhimbë shumë djali jot, se ka qenë afërsia e gjakut, i ka shkula po nuk flakt edhe është grith. Është për gjak. E Muhamedi a.s. është distancuar dhe ka thonë me këtë rast ta ceku ashtu original që shka thonë lejse min na me leta me lëku duhet vëshë kalgju ju vidave të gjahili, ka unë nuk është rallë të tonë a i cili te i kalo kufit. E te i kalimi kufive pra është mu veshën zezë si mas islamit, se kemë dekje, britma me zonë. Me vajtu dhe me? Po, me vajtu. Mirë po, fatkeqësisht edhe kjo ka qenë të ne, edhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, për shembull në disa vise shqiptare, po... A kona i diçka që i kanë morë? Vetëm ta kryj, ku nuk janë të besimit islam, bile edhe paguhet. Për shembull, një femën apo dikush, për shembull që din me vajtu mirë. E do më thonë, këtu aty nuk ju kanë pilqyë dhe nuk bojnë me islam. Ndërsa, pej 5 burimeve që janë të fesë, është edhe urfi. Që do më thonë? Urfi do më thonë tradita.
E Muhamedi a.s. ju ka thonë, kur të qënë islamin të një popull, nëse vreni ndonjë tradit të mirë të ka i popull, merne. Për shembull, që kanë marrë të na? Ju ka pëlqyer shumë martesa që e bojmë ne sa më larg. Edhe s'na kanë prek aty hiç. Edhe do ta kultivojmë, ta mbajmë. Ne në fshatin tonë atje për nga rrjedhune, kemi edhe